Video projekt. Falja e namazit në Islam. Realizimi i këtij projekti u mundësua nga Organizata Islamike Botërore e Ndihmave të Arabisë Saudite, zyra në Kosovë. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah idza qumtum ila as-salati faghsilu وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O ju që keni besuar, kur të ngriteni për faljen e namazit, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla. Fërkoni kokat tuaja e këmbët lani deri në dy zogjët. Nga citati kuranor i cili u lexua më lart, kuptojmë se njëra nga 6 kushtet para se të fillohet namazi është marrja e abdestit. Se si merret abdes, le të mësojmë në vazhdim. Në fillim, pastrohen duart duke i fërkuar edhe në mes të gishtrinjëve. Pas larjes së duarve, me dorën e djathtë marrim dhe e fusim ujin në gojë, me të cilën pastrojmë gojën dhe dhëmbët mirë. Kështu veprohet 3 herë. Në të njëjtën mënyrë, siç e pastrum më parë gojën 3 herë, vazhdojmë dhe pastrojmë edhe hundën 3 herë. Pas përfundimit të pastrimit të hundës, vazhdojmë me pastrimin e fytyrës, e cila bëhet ngadalë dhe mirë. Po ashtu edhe pastrimi i fytyrës bëhet 3 herë. Në ekran jeni duke përcjellur pastrimin e krahëve. Krahët pastrohen deri mbi bërryla. Gjithmonë fillohet me pastrimin e krahut të djathtë, mandej të krahut të majt. Kështu veprohet 3 herë. Duke lagur dorën e djathtë, fërkojmë 1/4 e kokës. Pastaj bëhet pastrimi i veshëve, siç po shifet në ekran.
Dhe në fund, bëhet pastrimi i këmbëve, duke filluar nga këmba e djathtë, duke i fërkuar mirë në mes të gishtrinjve dhe të pastrohen deri mbi nyje. I njëjti veprim bëhet edhe me këmbën e majtë. Dhe kështu përfundon abdesti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disa fjalë për namazin. Allahu i madhëruar ka thënë: O ju që besuat, falni namazin me ruku e sejdë, dhe vetëm Zotin tuaj adhuroni, bëni të mirat e dobishme, se do të gjeni shpëtim. El Hajj, verseti 77. Në këtë pjesë të videofilmit është paraqitur forma e faljes së namazit dhe disa sqarime të tjera që kanë të bëjnë me namazin. Së pari duhet ditur se namazi është kushti i dytë i Islamit dhe është dy lloje. Në një, farz është ai namaz që e ka për obligim çdo musliman për ta falur, siç janë 5 namazet e obliguara: namazi sabahut, dreka, ikindia, akshami dhe yatsia. Në dy, synetet dhe nafilet janë ato namazet të cilat nëse i fal shpërblehesh, e nëse nuk i fal nuk dënohesh. Çdo namaz përbëhet me numër të caktuar të rekateve. Numri i tyre është i caktuar për çdo namaz farz sipas kohës që falet. Në vazhdim të përcjellim tabelën në ekran me numrin e rekateve të çdo namazi. Namazet janë të ndara në rekate siç po i shihni në tabelë. Namazi sabahut ka 2 sunet dhe 2 farz. Namazi i drekës ka 4 sunet, 4 farz dhe 2 sunet të fundit. Namazi i ikindis ka 4 sunet dhe 4 farz. Akshami ka 3 farz dhe 2 sunet. Ndërsa namazi i yatsis ka 4 sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit dhe 3 namazi i vitrit. Për të pranuar namazi i ka disa kushte. Kushtet e namazit janë: në 1, të qenurit me abdest dhe i pastër nga gjenabeti; në 2, pastërtia e rrobave dhe e vendit ku falesh; në 3, mbulimi i auretit pjesëve të turpshme, për meshkuj prej kërthizës deri në gjunjë, por për namaz kushtëzohet edhe mbulimi i supeve, ndërsa për femra tër trupi përveç fytyrës dhe duarve. Në 4, të jetë koha e namazit të caktuar; në 5, drejtimi nga kibla, pra drejtimi drejt Mekkës, në të cilën ndodhet edhe Qabja, dhe në 6, niyeti për namazin përkatës. Kur të plotësohen këto kushte, atëherë mund ta falësh namazin. Po fillojmë me namazin e sabahut, i cili ka 2 rekate sunet dhe 2 farz. Por ne në ekran do të paraqisim faljen e namazit farz. Duart ngriten deri tek veshët dhe thuhet: Allahu Akbar. Ky tekbir quhet tekbiri fillestar dhe thuhet në fillim të çdo namazi. Pastaj dora e djathtë vihet mbi dorën e majt dhe thuhet duaja fillestare subhaneke. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Kjo dua thuhet vetëm në fillim të namazit. Pastaj lexohet istiadha dhe besmele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj lexohet suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pas përfundimit të suratul Fatiha, lexohet një pjesë nga Kur'ani apo një sure e shkurtër. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Duke thënë Allahu akbar. shkohet në ruku. Në ruku duhet thënë Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Pastaj prej rukus shkohet në pozitën e mëparshme duke thënë Sami'a Allahu liman hamidah, duart lëshohen të poshtë duke thënë Rabbana lakal hamd. sërish duke thënë Allahu akbar. shkohet në sejdë, së pari duke i vendosur gjunjët, pastaj duart e në fund fytyrën. Në sejdë Zoti madhërohet duke thënë Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kjo thuhet një apo më shumë herë. Pastaj me tekbir Allahu akbar. ngritet koka dhe në këtë pozitë thuhet Rabbighfirli, Rabbighfirli. sërish shkohet në sejdë për të dytën herë dhe thuhet Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Në këtë mënyrë plotësohet rekati i parë. Pas mbarimit të rekatit e parë, duhet ngritur në këmbë për të vazhduar rekatin e dytë. Në rekatin e dytë lexohet Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pas mbarimit të Fatihas, lexohet një pjesë nga Kur'ani apo një sure të plotë. Dhe në këtë mënyrë plotësohet edhe rekati i dytë. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Pasi të mbaroj rekati i dytë, duhet qëndruar ulur në uljen e teshehudit të fundit. Gjatë qëndrimit ulur lexohet التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Kështu pra përfundon namazi I sabahut. Ta përcjellim në vazhdim pasqyrën e lutjeve që thuhen gjatë faljes së farzeve. Siç po shihet nga tabela në ekran, farzi I sabahut I ka 2 rekate. Në rekatin e parë lexohet Subhaneke, A'udhu billahi, Suratul Fatiha dhe një pjesë nga Kur'ani, si për shembull Suratul Kauthar. Në rekatin e dytë lexohet Suratul Fatiha dhe një pjesë nga Kur'ani ose një sure e shkurtër. Për shembull në tabelë kemi Suratul Ihlas. Mandej vjen ulja e fundit në të cilën lexohet et-tahiyatu, shahadeti, salavatet, duaja dhe jepet selam. Namazi I drekës I ka 4 rekate. Në rekatin e parë lexohet Subhaneke, A'udhu billahi, Fatiha dhe një sure. Në rekatin e dytë lexohet Suratul Fatiha dhe një sure e shkurtër. Në uljen e parë e lexojmë vetëm et-tahiyatun dhe shahadetin, pastaj ngritemi për të vazhduar rekatin e tretë. Në rekatin e tretë lexohet Suratul Fatiha. Pastaj në rekatin e katërt lexohet Suratul Fatiha dhe në uljen e fundit lexojmë et-tahiyatun, shahadetin, salavatet dhe duat. Dhe në fund japim selam. Gjithashtu, farzi I ikindis I ka 4 rekat. Edhe farzi I ikindis falet njësoj sikurse farzi I drekës. Pra në fillim të rekatit e parë lexohet Subhaneke, A'udhu billahi, Bismillahi, Suratul Fatiha dhe një kaptin e shkurtër. Po ashtu në rekatin e dytë lexohet Suratul Fatiha, një kaptin e shkurtër. Dhe në uljen e parë lexojmë et-tahiyatun dhe shahadetin, pastaj ngritemi për të falur rekatin e tretë, në të cilin lexojmë Suratul Fatiha. Gjithashtu edhe në rekatin e katërt lexojmë Suratul Fatiha. Në uljen e fundit lexojmë et-tahiyatun, shahadetin, salavatet dhe duat dhe në fund japim selam. Gjithashtu në tabel kemi edhe farzin e akshamit I cili ka 3 rekate. Farzi akshamit falet në këtë mënyrë. Në fillim të rekatit e parë lexojmë Subhaneken, A'udhu billahi, Bismillahin, Suratul Fatiha dhe një pjesë nga Kur'ani apo një kaptin të shkurtër. Pastaj ngritemi për të vazhduar rekatin e dytë, në të cilin lexojmë Suratul Fatiha dhe një pjesë nga Kur'ani. Dhe në uljen e parë lexojmë et-tahiyatun, shahadetin dhe ngritemi për të vazhduar rekatin e tretë. Në rekatin e tretë lexohet vetëm Fatiha pa sure mbrapa. Atëherë ulemi për të vazhduar uljen e fundit, në të cilën lexojmë et-tahiyatun, shahadetin, salavatet dhe duat. Gjithashtu edhe namazi yacis falet njësoj sikurse namazi I drekës dhe I ikindis.